Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë sot në mbledhjen e 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë, që mbahet në Barcelonë. Në kuadër të samitit, Rama do të zhvillojë takime me kryeministrin Sanchez dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet rregullimit të mjedisit digjital për të luftuar dezinformimin, forcimit të institucioneve demokratike dhe multilateralizmit, si dhe luftës ndaj pabarazive si themel për një demokraci të fortë. Në kuadër të samitit, Rama do të zhvillojë takime me kryeministrin Sanchez dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Në takimin e një ditë më parë me kryeministren italiane, dy liderit do ndalen tek forcimi i partneritetit në disa sektor kyç, me fokus të veçantë tek ndërlidhja, mbrojtja dhe bashkëpunimi në fushën e emigracionit. Takimi u zhvillua 6 muaj pas samitit ndërqeveritar të mbajtur në Rom, ku nënshkruan plot 16 marrëveshje të përbashkëta bashkëpunimi në disa fusha, si mbrojtja, shëndetësia, siguria, infrastruktura.